Genti, përshëndetje. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Sot është dita e tretë, dalesa e tretë më saktë e turit kombëtar të anëtarëve të departamentit Bërngin në ndihmë të kandidatëve të Partisë Demokratike për zgjedhjen 11 maj, dhe ne jemi në Fier, qytetin tënd, qytet ku ti keni ngritur shkallët një nga një të politikës, nga antari i FRPD-s, kryetar grup seksioni, nën kryetari i Degës, fituesi i procesit primare dhe tashmë kandidat për Kuvendin e Shqipërisë. Unë do doja ta filloj agenti me një prej temave të fushatës tënde që ne kemi biseduar bashkë, që më ke treguar, ne kemi Genti. A mund na shpjegosh pak këtë? Ne kemi Gentin, ishte një slogan që lindi në fushatën e primarëve, që vazhdon dhe sot në fushatën për 11 maj. Ne kemi Gentin, pasi Genti është një djalë që ka jetuar në qytetin e Fierit, është investuar totalisht në qytetin e Fierit, ka krijuar familjen e tij në qytetin e Fierit dhe vazhdoi dhe jetoi dhe kontribuoi për qytetin e Fierit. Sot edhe në vazhdim akoma. Ne kemi Gentin është prapë sepse Genti është dikush që pavarësisht mundësive tona gjithsecili që kemi, Genti është gjithmonë pro njerëzve, me njerëzit dhe për çdo problematik mundohet ta bëjë pjesë time. Po dhe në një vend si Shqipëria, ku qytetet shpotullohen, ku keni gjithmonë frikë që politikanët largohen se marrin mandatin dhe ikin, çfarë garancie më të madhe mund të ketë sa një person që ka ndërtuar familjen e tij, jetën e tij në një qytet, kur s'ka ikur, kur s'kishte deputet, s'besoj se do ikim më pas, shpresoj masi të bëhet deputet. Në forcat e tua, ti më rezaton mua shumë forca ndryshme, shumë vlera të ndryshme. A mund ta thuash pak cila është më e fortë, cilat janë vlerat e forta të tua? Forca dhe motivimi dhe energjia ime është motivimi dhe besimi që shoh tek ekipi im, tek Partia Demokratike e Degës Fierit dhe tek qytetarët e Fierit. Besimi që kanë dhe kanë unë tek ta, na bën të dalë shumë më të thjeshtë dhe shumë më solide, më të fortë. Ti ke ndërtuar edhe përveç familjes, edhe si përmarrjen tënde në Fier apo jo? Patjetër, gjithë jetën time kam investuar në Fier, në bizneset e mia familjare dhe pak më gjerë. Patjetër me vështirësi shumë mëdha, siç realisht përballet çdo i ri që merr iniciativa për të zhvilluar diçka. Aq më shumë për 12 vitet e fundit që e dim që gjithë historinë e qeverisës rilindase, por gjithsesi kam rezistuar dhe jam munduar të mbijetoj fort për të qenë prapë pjesë e Fierit dhe për kontribuar me aq sa mundem për qytetin e Fierit. Dhe do vazhdoj ta përgjigjsoj. Ti ke disa muaj tashmë që je fushat. Tash je fituesi primar, por edhe përpara kësaj ke qenë një fushat të vazhdueshme për Partinë Demokratike. Si ndihesh sot? Si ndihem sot? Mendoja që mund të ishte shumë e lodhshme, por realisht ka qenë një energji e jashtëzakonshme që kemi shkëmbyer me njëri tjetrin, me qytetarët, anëtarët, strukturat e Partisë Demokratike dhe na duket çdo ditë sikur e fillojmë sot. Nuk ka as lodhje, as ndonjë gjë, thjesht një energji që do ta finalizojmë në 11 maj. Po vështirësitë, cilat janë vështirësitë që ti ke hasur gjatë fushatës tënde? Vështirësitë janë shumëta, siç ne i mendonim që fillim kur e kemi nisë gjithë këtë garë, por duke pas mbështetjen e fortë Partisë Demokratike të Shqipërisë, gjithashtu edhe Partisë Demokratike të Degës Fierit dhe gjithë anëtarët dhe strukturat tona dhe tashmë është bërë pjesë dhe shumica e qytetit të Fierit, i kemi lënë me një anë vështirësi të gjitha dhe vazhdojmë fort për 11 maj. Me 11 maj fiton zgjedhjet. Me 12 maj çfarë do bësh? Cila gjë e parë që ti do bësh? Do vazhdoj kauzat që kam pas edhe sot kur jam deputet. Mbështetjen fort për rinin, në aspekt përgjithshëm mundësive që ka Shqipëria, gjithashtu dhe problemet e Fierit do kenë një përfaqësim dinjitoz dhe realisht një zë shumë fort. Në 12 maj e gjithë mandatin tim, ku çdo problem i qytetit Fierit do jetë problem kombëtar. Problemi i qytetit Fierit problem kombëtar, kjo pëlqen shumë, me thënë drejtën. Genti, tash një familjar që ka krijuar jetën në Fier, që ka krijuar si përmarrje në Fier, ka hapur vende pune në Fier, ka punuar si i ri dhe kanë ngjitur shkallët një nga një dhe jo me katapultim, i cili beson që problemet e Fierit do të jenë probleme kombëtare, mua më frymëzon shumë. Fieri mund të ketë shpopullim, mund të ketë lloj-lloj problematikash, por ne kemi Gentin. Faleminderit.